Në klinikë kemi rreth afërsisht 1000 raste, 900.000 raste në vit, mirë po nëse se marrim për shkak se një pjesë e tyre trajtohen në qendrat, në spitalet rajonale, edhe mund të shkojë deri në 2000, domethënë pacient gjatë vitit. Është një sëmundje me një fillim shumë të shpejtë, akut, më tepër tek moshat themi më të vjetër, pa ashtu mirë po nuk i kursen as moshat të reja duke filluar që duke përfshirë edhe fëmijërinë e hershme, mirë po që janë sigurisht më të rralla. Një sëmundje e cila më parë ka pas një vdekshmëri goxha të lartë, ashtu si shkaktar i dytë ose i tretë, varësisht prej statistikave ashtu i vdekshmërisë në botë. Mirë po që dekadat e fundit, sidomos ato 2 dekadat e fundit tani që janë do të thotë janë marrë masa që të trajtohen shumë më tepër, janë krijuar udhërrefyes guideline, kemi mundësi terapeutike shumë më të mëdha, kështu që rezultatet janë më të mira. Por në përgjithësi do të thotë është shumë e rëndësishme trajtimi për shkak se fillimi është shumë akut, duhet të diagnostikohen, të detektohen shumë herët dhe të kërkohet ndihma në qendrat spitalore. Pasojat e tyre thash përveç që mund të rrezikojnë jetën, janë edhe format të ndryshme të paralizave, do të thotë paaftësive, të cilat një pjesë e tyre tërhiqen, një pjesë mund të mbesin. Doktor, në këto raste flitet për minutat e artë. Çfarë ndodh në ata minuta? Dhe pse janë vendimtar për jetën? Zakonisht mendohet, do të thotë në mënyrën e këto standardet e reja të trajtimit përmendet ora 3 orë deri në 4 orë gjys intervenimi. Për shkak se qelizat trunore janë shumë të ndihshme në mungesën e oksigjenit. Do të thotë këto zakonisht paraqiten pra mbyllja e një enës së gjakut e cila furnizon trurin me gjak, e cila mund të rrihet diku prej ndonjë tromboemboli, do të thotë nga ana e zemrës e cila sulmon trurin ose prej enëve të gjakut të qafës që shkëputet ose mund të krijohen edhe në brenda vetë e trurit. Pra mbetet një pjesë e trurit mbetet pa qarkullim të gjakut. Qelizat që janë mjaft të ndihshme, do të thotë. Edhe dëmtimi i tyre mendohet në çdo minutë që kalon pa oksigjen, ato vdesin shkatërrohen me miliona. E keqja është që qelizat e trurit nuk rigjenerohen, do të thotë janë vetëm qelizat e trupit që nuk rigjenerohen, do të thotë pasojat e tyre janë afatgjate. Për këtë arsye çdo minutë më herët që intervenohet do të thotë shpëtohen miliona qeliza. Kjo është arsyeja pse janë vendosur këto dhe në bazë të hulumtimeve që janë bërë, rezultatet çdo herë janë më të mira, sidomos në 3 orëshin e parë nëse fillon trajtimi. Për shkak se shpëtohen shumë qeliza, nëse shpëtohen shumë qeliza, atëherë edhe mundësia që të pengohet paaftësia e pacientëve është më e madhe. Prandaj edhe luftojmë edhe në këto mjetet, do të thotë me mjetet e informimit që ta informojmë popullsinë, njëra prej tyre që është me masive ashtu edhe përmes jush që të bëjmë një apel që në momentin që vëren shenjat e para sa më herët pacienti dërgohet në një qendër ku do të vendoset një diagnozë, një dyshim dhe pastaj të transferohet pacienti në ato qendra. Në këtë rast trajtimi më i mirë bëhet në qendrën klinike universitare, në klinikën e neurologjisë, në bashkëpunim edhe me klinikën e radiologjisë. Si qëndroni në këtë aspekt, a dim të cilët jemi? Kemi bërë, do të thotë, dalje ashtu nëpër media, kolegë të përgjithësi që të bëjmë sa më tepër informim të popullsisë, kemi përmirësime, do të thotë, sepse ne kemi bërë matjen e kohës, do të thotë, të ardhjes së pacientëve në trajtim. Në fillim ka qenë diku 3 orë 45 minuta, 4 orë ardhja atyre, kemi filluar të zbritet. Do të thotë ka pacient që arrin edhe para 3 orë, arrin edhe me 2 orë, varësisht edhe prej distancave ku ndodhin ato, mirë po përsëri kemi vonesa. Për shkak se pacienti një kohë mbetet në shtëpi, nëse nuk dyshohet prej anëtarëve të familjes, merret për shembull se vetëm i ka shkuar shtypja lart ose i ka rënë sheqeri ose diçka, humbim pak kohë, pastaj në shtëpi shëndetit, nganjëherë mund me humb kohë, vin deri në qendrën emergjente dhe prej aty vin tek ne, kështu që është një rrugë, një zinxhir pak i gjatë, ashtu që nganjëherë ngec. Mirë po ne kemi bërë do të thotë informim të qendrave të urgjencës, kemi edhe një numër telefonit të cilin e posedojnë ata dhe mund të na thrasin direkt do të thotë kujdestarin që është në neurologji, ta informojnë që po vjen një pacient, edhe që në mënyrë që na të organizojnë punën. Po ashtu qendra emergjentës është e njoftuar për rastet që ti procedojë më shpejt ashtu, me përjashtim kur kanë trauma, aksidente të tjera kur ata janë të nxjerrë më shumë, mirë po shumicën e kohës mundohen që të na lajmërojnë më shpejt, edhe që ne të marrim masa. Po përsëri do të thotë kemi përmirësime, mirë po ka hapësirë prapë. Do të thotë që përmes informimit të popullsisë të vinë pacientët më herët. Do të thotë për shkak se rezultatet janë shumë më të mira të trajtimit.